Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Nuk e vu më re, ja çfarë bëri publiku kundrejt Olës sapo ajo mbërriti në studio. Eliminimi i Fabiola Elezajt nga ferma pas një televotimi të papritur ishte pa diskutim një nga momentet kyçe të mbrëmjes që kaloi. Por ajo që e bëri këtë situatë edhe më të veçantë ishte reagimi i audiencës në sallë sapo ajo mbërriti në studio. Për ata që e humbën këtë moment, në videon që po bën xhiron e rjetit, shihet qartë një skenë që nuk ka ndodhur me asnjë prej ish konkurrentëve të tjerë të këtij sezoni. Thuajse asnjë nga të pranishmit në publik nuk e duartrokiti Olën gjatë hyrjes së saj në studio. Pavarësisht pritjes formale dhe përqafimit nga moderatori Arbana Osmani, heshtja e sallës ishte e dukshme. Kjo mungesë totale reagimi dhe brohëritish reflekton qartë se perceptimi i gjerë negativ i krijuar për të pas ofendimeve dhe sjelljes së saj nuk ishte i kufizuar vetëm në komente në rrjetet sociale, por u tregua edhe drejt për drejt nga vetë publiku i pranishëm.